video nga Durrësi. Është përmbyt vetëm për ta thënë. Përmbytje e Durrësit. Po. Ledio, plasë që mbytjen e Durrësit, plasë çik. Ja, për shembull. Ka ndalë me kanoja, është e vërtet? Video e fundit, kjo është video e fundit që më vjen. Nuk e shohim dot atje ne. Nuk e shohim dot atje. Sebi. Janë me ktheja kamerës. Ja ta drejtoj. Domethënë ka qindra veta që çojnë mesazhe. Vazhdon akoma? Po. Durrësi është bërë nish me det. Është bërë si Venecia, po. Çmenduri. Dale. Kush është ajo? Kush zonë? Zona e... Ja, ku i ke. Cila zonë është? Atje mbaj. Nëse kjo është natën tani, po ne kemi dhe pamje... Kjo që po më vin tani. Këto janë tani? Këto pamje. Po në çfarë zonë është? Mos është tute Kneta, më burr. Po I gjithë më nga surrilat e tutje është... Nuk është gjithë Durrësi në ujë, burr. Po nga edhe te porti taj në kalimi aty. Personi që ma qonë është në Mans. Ajo që po mundohem të them është. Nuk është te treni, për shembull. Nuk është atje. Se di. Mbytje madhe është, më ja shikoni, nami është. Në 2018, kur fillon zgjerimi i kalatë sportit në Porto Romano të Kastrat, mbyllen kanalet kulluese. Ndërtohet hidrovori i ri. Dakor. Atëherë u bë kjo. Atëherë prandaj është shkruar kjo situatë. Ka një arsye. Në 2022-shin, urbanistja, që është edhe kryebashkiake e Durrësit Emiriana Sako, mbyll kanalin kullues. Në asnjë shtet të botës nuk mbyllet kanali kullues. E kam dëgjuar të lajm. Pa hapur një kanal. Është të tmerrshme kjo, po. Kjo do të thotë sikur Emiriana Sako parashikoi që për shekullin e ardhshëm Durrës nuk do të bjerë asnjëherë shi. Sepse është, si thua, në një vend që është kënaqëtor për 1 milion vjet dhe u tha në 50 vitet e shkuara, ti kur e kanë zgjidhur për mira dhe mira vjetë, e kanë zgjidhur me kanale kulluese, shkojnë dhe mbyllin kanalet kulluese. Artan Kacani ka akuzuar drejt për drejt, është urbanist në Durrës, përfaqësues i Lëvizjes Bashk, Arlin Qori, ka akuzuar drejt për drejt portin e Porto Romanos dhe Kastratin, grupin Kastrati që ka mbyllur të gjitha kanalet kulluese. Po Pierre Kastrati ishte si Amerika këtu. Durrësi është i përmbytur. Kush guxon të merret me ata? Ajo është edhe pjesë politike, se Lëvizja Bashk, kudo që ndodh diçka dhe ka një zamir apo i shefqet, po pyesja një po që duhet thënë që, më fal Sebastian, duhet thënë që ata janë të fortë te këtij vendi, jo realisht. S'ka rëndësi, po kudo janë ca të fortë, ti ke thënë që tre kompani kanë ndërtuar gjithë rrugët e Francës. Sigurisht. 3-4. Pyesja një urbaniste tjetër, kam shpeshherë të ftuar në studio, Doriana Musaj, thot ujërat e zeza janë mbi tokë, pra në kanalizimet. Aman, mos më çoj atje se gati jam të shpërthej tani. Lan. Jam në fund të emisionit. Pra ne hedhim ujërat e zeza i hedhim në Lan. Ne në Tiranë. Në Durrës, të gjitha ujërat e zeza i hedhin bashkë me këto nëpër kanale kulluese, nëpër kanalet të ndryshme, dhe shkon dhe Kastrati dhe i bllokon këto kanalet kulluese dhe shifë se çfarë ndodh në këtë. Po ku ti thua, mua më thua? Rrezikohet Shkodër. Unë kam vite tëra asnjë Nezha, rrezikohet Durrësi, rrezikohet Tirana, rrezikohet Fieri, rrezikohet Vlora. Nga porti dhe këto? Jo, po më dëgjoj me çfarë po them. Pra Vlora, sepse mbyllin këto arteria thotë. Pra janë mbyllur. Nis. Është debat për inxhinierë, për pak më i thellë. O pa relativizoj. Devion deri. Tani gjer kaluam nga Maduro, ekspert për Maduro, ne ekspert dhe për kanalet, ekspert për portet, ekspert. Vetëm te ne ndodh jemi ekspert për çdo gjë. Çfarë ndodh? Apo jo? Unë shpall mos kompetencën. Ja, që ky është vend i korruptuar dhe i ndyrë, kemi diskutuar. Kemi dyshime. Unë mendoj se Shlogerti harrojt na thoshte atë që po thon sot, duke na dashur të mirën, qeveria dhe të gjithë njerëzit e afërt të qeverisë. Po them asgjë, unë është tmerr, është hajdutri, nuk kanë bërë punën, le të hetojnë. Ministria e Mbrojtjes ka aktivizuar armatën e forcave detare shqiptare, urdo. Kjo me kanoe është tona, andaj pasaj është e miqve tanë amerikanë. Duke qenë se na mbyllin kanalet kulluese, nuk jepen subvencione për bujqësinë, nuk hapen kanalet tjera, nuk punojnë hidrovoret, bëhen investimet ashtu, dhe çfarë thonë në fund fare? Dalin të qeverisë dhe na thonë, dëgjoj, duhet siguroni të kompanitë e sigurimeve, të kompanitë grabitçare. Patjetër, po. Dhe kjo është teza që thot kryeministri. Për shembull, raz zjarr. Ua, hedhi ja kryqi sot, po kthe patë? Kjo është meme më e bukur për sot. Jo te kjo Veliera, pra si quhet? Veliera. Ua, çape. Pra, Durrësi, i cili 2 rrahu, 2000 vjet, 3000 vjet qytet që ka aty, del vangjush. Portin ja morën.
portin e morën, portin vlla, ishte gjia, që sa kishim i gjëne që nuk duhet piku, ishte porti Durrësit vlla. Nga cila kohë është ai port? Kur është bërë ai Sebastian? Para sa shekuish? Helen para Helen. Kupton tani ç'bëhet, o plak, kupton çka prishur ky më për të bërë kullat e këtij arabit. Pra, ilirët e çdo lloj gjëje tjetër. Ja, për shkak ky është një krim kështu monstruoz i papar. Po e votojnë prapë. Durrësi, po patjetër, do ta them sepse e votojnë. Durrësi, bashku me portet e tjera të epokës Helene, bashkë me portin e Durrësit të epokës Iliri janë ndër portet më të vjetra në Mesdhe. Në Mesdhe. Mua më thua? Po pra. Tani, çfarë ndodh në këtë mes? Vangjus Dako ka ndërtuar velierën. Emiriana Sako mbyll kanalin. Kush është Emiriana Sako për ata që nuk e njohin? Për shkakje e Durrësit. Po do ta thuash. Lëvizja Bashkë akuzon Kastrati grup në portin e Porto Rock. Po bëzë dhënë si Lëvizjes Bashkë, por ti po bën politikë, por ora 12 e natës do e mbyllim apo? Në fakt, për të rënë më shkurt, qëllimi, pra, morali fabulës cili. Ka një orë që ka thot Lëvizja Bashkë. Ma thua një si ajo që më the, princi, dëshira e princit është ligji i ardhshëm. Shkojnë burg gjithë ata që kanë bllokuar qytetin edhe shkojnë. Ishte perla jo princi. Pëlqeu shumë. Do t'i thosh. Jo, unë me atë do doja ta mbyllja faktikisht. Po ti më nxitë thuj ta thash mes të emisionit. Domethënë për sa kohë e thash edhe më herët, domethënë mund ta mbylli me atë lloj. Është neverio, Sebastian, ke shumë të drejtë dhe unë jam totalisht me ty vëlla, me analizën tënde. Ka qindra qytetarë të cilët çojnë mesazh. Ka qindra qytetarë që çojnë vit. Por këta qytetarë Durrësi është përmbytur. E votojnë masivisht, siç e votojnë qytetarët e Vlorës. Nesër ka më shumë rreshje. Nesër do ketë më shumë. Çurçilli ka thënë diçka tjetër. Dhe më keq do bëhet se. Apo jo, do ketë mund të ketë vdekje. Qytetërisht në këtë vend qesharat nuk vdes njëri. Çurçilli. Kudo që ka përmbytje vdesin njerëz, Shqipëri nuk vdes njëri fare. Mbyllë me Çurçillin vëlla. Nuk vdes njëri. Di çfarë mungon atje? Mbyllë me Çurçillin. Di çfarë mungon atje? Çdo popull? Prit. Nuk do të mbyll me Çurçillin, do të mbyll me Edi Ramën. Ta mbyllë me Çurçillin. Mbyllë ti me Çurçillin. Çdo popull meriton qeverinë që ka. Kjo dihet o burr. Komati. E di çfarë më mungoi kur i pash ato pavit atje me kanoe me kështu, ta them sinqerisht. Adriatik lapa i ishte komat. Nxirte gomat nga unë. Përshëndetje Adriatikun. Është në hall vet atje? Jo, ai ishte i papar, ai po bën. Ai do bënte ndihmat. Ai po bën, ai është simboli një rezistence që. Jam dakord. Një rezistence e cila me sa po shoh deri tani uroj mos jetë. Ai është Gandhi ynë mo. Është i papar, bravo i qoftë. Edhe përshëndes. Dalin ai ditë atje. Në qoftë se nuk mbështesim. Unë para shkoj në këtë vend se ti e di që nuk i besoj, por. Në qoftë se nuk mbështesim tipa si Adriatiku. Në qoftë se nuk mbështesim këtë që po. Unë i mbështes me fjalë, por nuk ka pse mbështes me vepra. Atë që po thoya për lëvizjen bashk, në qoftë se nuk mbështesim ata që janë zëra të fortë, në qoftë se nuk mbështetemi të aleatët tanë. Jam dakord. Dhe të BE-ja, çfarë i pëlqen princit nga sot do të ketë fuqinë e ligjit. Dhe me qira fjala zonja zoti, ora është 23:55 minuta, kemi kaluar pothuajse me 1 orë plus emisioni për sonte për qefin ton, nuk na detyron njëri. Përgjithësisht martë mërkurë ne kemi 6 minuta emisionin. Por ku ka debate interesante dhe që kam dhe unë qef edhe ftuar kanë qef që ta të zgjasin, ne zgjasim. I kërkoj e para i falenderoj gjithë stafin e MCN-s që na ndjek dhe që vazhdon me orar pak më të zgjatur. Sepse ka dhe marrëveshje në këtë situatë, kupton? Falenderoj gjithë çunat, operatorët dhe gjithë ta teknikët audio video, bashkë me Ledion sigurisht që është atje për 23 vjetësh. Le ta mbyllim sonte përveç mikut ton afrikan që nuk e lëm asnjëherë se ai është brillant, po para mikut ton afrikan kemi një tjetër njeri që është kryeministri i Shqipërisë, jashtë deklaronte në vitin 2012, Mark, kryeministri i Shqipërisë për përmbytjet. Dëgjoni me vëmendje, ju e votuat atëherë, 1 milion vota i dha 2013, furishëm fare, erdhi, jashtë shtoshte atëherë, me të drejtë, unë i besoj Ramës atëherë. Dhe krahasoni me këtë që po ndodh tani, është po i njëjti njeri që vazhdon pushtet prej 13 vjetësh, 12 vjetësh tashmë e më shumë. Dhe më njëherë pas Ramësit, si për rezonancë, asociacioni papar, mikun tonë që s'ja them dot emrin, sepse haroj, jemi në negociata për ta ftuar në emision. Ju tha Eno? Po. Ju tha Eno, nga Afrika, është nga Kenia, ai nga Kenia. Jemi në negociata. Shikoni Ramsi çfarë thoshte Ledio